Kryeministri Edi Rama ka folur nga samiti BE Ballkani Perëndimor, i cili po mbahet në Tivat të Malit të Zi, si për problematikat e zgjenimit, por edhe për çështjet që lidhen me integrimin e Shqipërisë dhe aktualitetin e ditës, protestën e qytetarëve për Zvërnecin. Teksa u pyet nga gazetarët, ai tha se nuk kishte një projekt për të diskutuar dhe as për të miratuar, teksa i cilësoi si luftë hibride, duke këshilluar edhe media ndërkombëtare që të jetë e kujdesshme. Protesta për rezortin, a ka kërkesa për të diskutuar, nuk ka kërkesa për të diskutuar sepse nuk ka ende një projekt të miratuar. Kështu, së pari duhet të kemi projektin dhe pastaj ta shohim projektin e pastaj ta diskutojmë projektin, por nuk diskutojmë dot diçka që nuk ekziston, por që po paraqitet në të gjithë median sociale në një luftë hibride kundër Shqipërisë me narrativa të rreme se ky projekt nuk është projekt, po diçka e gatuar midis meje dhe Bibi Netanyahut përmes Jared Kushnerit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Mëtej Rama vijoi të shpjegonte se rëndësi ishin faktet dhe se investimi që po përgatitej do kishte inxhinierët dhe arkitektët më të mirë, me një projekt si dhurat shqiptare edhe për Evropën. Media perëndimore duhet jetë shumë më e kujdesshme sepse faktet kanë rëndësi dhe duhet kenë rëndësi gjithmonë, sepse nuk ka një projekt, sepse nuk ka arsye për të shqetësuar për aq sa ka të bëjë me projektin dhe edhe sepse arkitektët më të mirët në botë, inxhinierët më të mirë, arkitektët më të mirë të peizazhit janë angazhuar dhe synimi nuk është që të bëjmë dëm në natyrë, por të bëjmë diçka unike që do të jetë e jashtëzakonshme për shqiptarët, por do të jetë edhe një dhuratë nga shqiptarët për të gjithë Europën.